Mirë, po këthejme në studio të ndruar shikuse dhe sigurisht që kemi të reguar edhe në hyrjet të programit që flasim sot në këtë pjesë edhe për festivalin, sigurisht për atë se si shkoj festivali dhe bëjmë një farë rekapitulimit të krejt asaj që e kemi pasur mundësi me ndjek të ejtën të premtën edhe të shtunën pra në finale, edhe sigurisht për më duket që ka një mendim të përgjithshëm që festivali absolutisht tashmë e ka kalu testin edhe është një vlerë e shtuar për kulturën e Kosovës, por jo vetëm apo jo për kulturën shqiptare në përgjithësi. Medina është një prej atyre që ka qenë angazhuar në festival. Ka qenë angazhuar edhe para dhe prapa e angazhuar me shumë përkushtim. Mirëmëngjesi Edina, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për vlerësimin. Kënaqësi që që nuk je flasim. ftoft, je mirë me shëndet. Jemi mirë me shëndet. Kjo ka rëndësi. Se pak temperaturat jo shumë të përshtatshme, mbrëmje është pak ma freskët, madje ka pas edhe veshja do duhemi që na adopte për atë. Pak jo konform me gjendjen e motit, po edhe... Ata është bukuria vret, edhe edhe për me u duk, bukur duhet me sakrifiku. Kjo është, Simon, fatura që duhet me pagu. Mirë, hajde po i falenderojmë njerë sponsorët që i kemi në program, andaj po vazhdojmë bisedën me Medinën. I kemi dy sponsor që sigurisht i kemi këtu në studio dhe që na shoqërojnë në secilin mëngjes tonë. Po, Deutsche Zentrum Kosovo, që ofron kurse të gjuhës gjermane nga nivelli A1 në C1 për të rritur dhe për fëmijë, po ashtu edhe për kthime të gjuhës gjermane, për kthime profesionale, shqip, gjermanisht, po edhe anasjeltas. Gjithashtu dhe provimet të gjuhës gjermane të OSD-s të njohura ndërkombëtarisht, për shembull provimet për bashkim familjar, për punësim, për studime e të tjera, libra për mësimin dhe për forcimin e gjuhës gjermane nga shtëpia botuese gjermane Cornelsen. Aktualisht kjo qendër gjendet në Prishtinë, Gjilan edhe në Mitrovica, apo jo? Po. Mund ta gjeni gjithashtu edhe në rrjetet sociale dhe në webfaqen Deutsche Zentrum Kosovo, apo edhe në numrin e telefonit 030 525 055. Gjithashtu duhet falenderoj edhe kompanin IPCO, që është pjesë e programit të mëngjesit, fakt është pjesë e përditshmërisë sonë me ofertat fantastike. Dhe nëntori në IPCO konsiderohet si muaji i zbritjeve. Dragon. Se qashtu është. Shkoni atje në dyqan edhe jo vetëm nëntori. Edhe në fakt ofertat fantastike janë të IPCO-s, para më pa IPCO-s kishin pas mundësi mi lexuar edhe këto mesazhe, për shembull. Në fakt kurimet e nëntori i zbritjeve, IPCO TV vjen me një super çmim për klientët të rinj nga 30 euro realisht në 25 euro, po flasim për IPCO TV ku ju keni televizion në çdo pajisje, kudo që jeni, më nuk jeni lidhur veç me kablo ose veç me internet apo jo. Ose me një ekran të vetëm, realisht me internet po tjetër. Që vjen, argëtimi është aty ku je ti. Absolutisht. Paka shumë. 200 plus kanale dhe përmbajtje premium plus të gjitha sportet. Mandej, internet, ultra i shpejt për përvoj pa ndërprerje. Filma, seriale në telefon, tablet, laptop ose në TV, ketchup TV që nuk të lë të humbas është asgjë deri në 72 orë, e një aplikacion ky inovativ që e kthen artimin e pjesë të përditshmërisë së jetës sonë. Pra, në fakt e kemi atë ofertën që tash mundemi me marrë edhe me vete, apo jo, domethënë në telefon, në tablet, në kompjuter, ku do qoftë dhe nuk na duhet veç me qenë para ekranit për me përcjell IPCO TV. Një ofertë fantastike kjo dhe me një çmim shumë të volitshëm realisht, edhe sa më shpejt që shkojmë, aq më mirë për neve. Mirë, atëherë faleminderit IPCO që je pjesë e programit mëngjesit. E po kthehemi festivalit, Agroni e përmendi që tashmë ka kaluar testin, po edhe të gjithë ata që e kanë pas patimi përcjell nga salla, nga vendi i ngjarjes, por edhe për shikuesit të cilët e kanë përcjell në televizor ka qenë një spektakël i jashtëzakonshëm. Po besoj që këto janë përshtypje që i keni marrë edhe ju në red carpet. Po, absolutisht. Gjithçka ka qenë edhe më madhështore se sa 2 edicionet paraprake, duke nisë nga skenografia e cila ka qenë shumë më e madhe si vjet, e punuar nga kolegja jonë e dashur Vesa Kraja me shumë delikatesë. Mandej e shohim që cilësia e këngëve si vjet ka qenë më e lartë, këtë nuk po e them unë, po e kanë thënë kritikët e artit dhe të muzikës, të cilët na kanë dhënë vlerësime përgjatë intervistave të ndryshme. Ka pasur emra më të dëshmuar të muzikës, edhe kjo ka bërë atë Laramani, në të njëjtën kohë kemi pas edhe zhanre të ndryshme muzikore, duke bërë krejt garën edhe ma dinamike, ma të bukur në vete si rrjedhë muzikore, edhe sigurisht për gjithë neve që kemi punuar ka qenë fat, sepse ka kërkuar kosto, ka kërkuar për kushte maksimal, me për në të njëjtën kohë është bërë punë me shumë dashni, mendoj. Edhe në fakt, veç kur jemi të skena dhe të glamuri që ka shoshnu krejt festivalin, vërtet vlen me i pak të pamje,
edhe me u bind për këtë që po themi, ju pse po dojmë ne me thonë, po vërtet, si më thonë, kjo është për te RTS, festivali nuk është veç i RTS, është festivali i Kosovës dhe janë kapacitetet të Kosovës janë angazhu për me realizu një diçka të tillë, kështu që duhet me u ndih krenar të gjithë patjetër. Që ishte diçka e veçantë për ty Medina, si më thonë, të kemi pasur më herët edhe para festivalit dhe po na tregoje që si më thonë po bëhesh gati, ishe me emocion për festivalin, sepse vërtet është një ngjarje e rëndësishme, po jo edhe në aspektin personal. Po, Si absolutisht. doli, si e priti, si doli. Për ndryshe, për para se më na tregu, Brenda keni prikjeve. shkëlqy bashkë me Exonën, si nga pamja, po ashtu edhe nga përmbajtja. Shumë faleminderit, po përvoja me Exonën ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë një energji shumë e mirë në red carpet, e kemi nisë faktikisht ka qenë ai një orë para festivalit edhe gjithë ai tensioni i organizimit brenda nuk ka Jo e keni nxjerrë situatën dhe mandi ka shku Po. le, smooth. Bile i nalën zemjet krejt më nana. S'pat nevoj, po. Qash mirë që Qash mirë shkoj, po. Qash më zirë që jeni musafir. Red carpet ka qenë një përvojë jashtëzakonshme, sepse ka qenë pritje e musafirëve edhe ishin momente moti nuk na mori mirë, ishte kohë me shi edhe u detyronim të improvizonim një nga personazhet edhe në red carpet, mirë po edhe në prapaskena ka qenë John Steers. Ai ka qenë Shumë pozitiv ky djali, po. Shumë pozitiv, shumë i thjeshtë, më ka bërë shumë përshtypje modestia e tij, është një emër jashtëzakonshëm, ka rrugtuar nëpër skenat më të mëdha evropiane. Edhe në Eurovision, po. Po, edhe në Eurovision ka përfaqësuar 2 herë Zvicrën. Edhe kur vente çështja të intervista ishte aq i thjeshtë. E kam një përvojë shumë të bukur me të tek ngjarja ta zbardhi fytyrën. Po, e mbaj mend. Është shumë i mirë, shumë i dashur, shumë i prekshëm. Shumë djalësh. Shumë djalësh. E vlerësoj shumë festivalin e këngës edhe tha që me pak punë të tjera ne jemi gati për Edhe dëgjova në intervistën e mboni përshtypje që tha ta zëm skena të tilla, domethënë edhe festivalet shumë të mëdha edhe në Zvicrën, në Francë nuk ka. Diku e dëgjova ose në intervistë me ty ose diku e dëgjova këtë deklaratë dhe po e veçantë shumë absolutisht shumë atë që po shfaqej. Vetë fakti që ai faktikisht sepse në festivalin e këngës ajo prezantua me një këngë premier, të cilën e ka pjesë të spektaklit të tij muzikor. Dhe vetë fakti që festivali të këngës ja besoi premierën e veprës së tij artistike, kjo tregon shumë, sepse nuk është një emër i thjesht, është John Steers, i cili ka rrugtuar gjatë. Në të njëjtën kohë po shoh që po shfaqet edhe video me Eneda Tarifën, e cila si vjet përveç performancës së saj skenike, së bashku me valltarët, e cila i ka rikthyer vitet e 60-ta në skenën e festivalit me sharmin e saj. Në të njëjtën kohë ka qenë pjesë e jurisë profesionale, edhe mendoj që çështja e patjes së emrave të tillë, sikurse Eneda Tarifa dhe të tjerët e ka bërë edhe më madhështore. Po, edhe më madhështore dhe e ka bërë më të besueshme çështjen e përgjegjës. Çfarë thoshte Enida? Që shë vlerësonte se e ka përvojën e festivaleve kjo? Eneda nuk kemi guxuar as me pyet, ka qenë një moment shumë qesharak në tapetin e kuq, ajo vjen edhe ne intervistojmë me Exonën, edhe unë tu i thonë, po zbulojmë pak, edhe unë duke mendu për këngën të cilën kam interpretu, ajo mendonte që unë po e zbuloj që është pjesë e jurisë, sepse ishte nata e parë edhe tha, jo, nuk e zbulojmë. Edhe unë veç mbetat të tjerë, sepse e desha sakt çka është duke mendu. Enida ka qenë edhe ajo jashtëzakonshme. Në red carpet kemi pas fatin me intervistu së bashku me Exonën, personalitetet ndryshme. A ndaleshin Medin, a përtonin, a ndaleshin, a ndjenin, si vonë, paka shumë dhe si një farë obligimi me kontribu edhe në qëtë formë, ose me dhoni me ndjenjë. Edhe kjo ndalja, është një farë procesi aty, që paragalimi. Duke që këtë përgaditën. Po, absolut. Edhe ka për atyre që thojnë, ishallah nalë, ishallah nalë. Po, për shembull ka pas qytetar vetë të cilën Abo me folë, të producentët edhe kanë thonë. A me e prostër me folë. Një prej tyre e mbaj mend, nuk e mbaj mend sigurisht emrin, mirë po ka qenë një qytetar i cili vjen për 3 edicione radhazi. Është shumë dashamir i muzikës, saqë në çdo koncert të Filharmonisë së Kosovës patjetër shkon dhe merr pjesë. Edhe tash për festivalin folke në me shumë pasion. Si me qenë profesionist, a? Po fiks, edhe shumë pëlqejke. Po, edhe kemi pa, do të thonë ai ka parakalu 3 net me rend, aty ka qenë. E ka pas ulsën në festivalin e këngës, edhe mendoj që kjo është dëshmia më e mirë të njerëzit të cilët ndoshta nuk e kuptojnë mirë muzikën në sensin profesional. Nuk kanë përgatitje profesionale. Ja pranon veshi ose si ja pranon veshi, e duan edhe vinë dhe e shohin. Thonë që ja vlen në arme, pa dhe vinë dhe e shohin. Po nuk është se ne kemi shumë ngjarje kulturore të kalibrit themi të festivalit, jo se jo, ku krejt procesi është llogaritet si fezë, me thonë prej hapave të partë, organizimit, përgatitja, qoftë edhe si një shikuese e rëndom, veshja, qëndrimi, shoqërimi pastaj me ato figurat e tjera, është një farë ceremonie. Edhe e që themi gjithmonë, edhe fakti, do në është ndryshe me shku me përjetu festivalin në salë, ndryshe me po për ekranit. Është absolutisht emocion shumë ndryshe.
Na për shembull privohemi, na që punojmë me festivalin, privohemi me pa... Me ule, me shikua aty po. Atim për qefi, me pa mirë, për në të njëjtën kohë kur je duke ikë për shembull prej backstage-it, del te pjesa e publikut, e shes skenografinë, e shes farë orkestre, madhe orkestra... E ndjen energjinë aty po. Si vjetë ka qene e përfshime në skenë që e ka madhështu edhe më shumë, dhe më thonë që është një punë e jashtëzakonshme, definitivisht edhe meriton përkrahje, meriton përkrahje të gjithë atyre që kuptojnë rëndësinë e saj. Çka më ka bu përshtypje u kon fakti që të gjithë artistët mysafir, duke përfshi Elvanën, Tunën, Gjoni po se po, e kam potencu që Kosova e ka dhanë testin dhe është e gatshme që nesër pas nesër andishin mirë ata se andishin. Edim ku mbahet festivali, sigurisht salla është totalisht e improvisuar, nuk është fare si von adapte për festivalin. Jo tash, dikur kur rregullohet salla patjetër, sepse aty janë mbajtur edhe banë. Po në këto kushte, si më thonë, as veshtorët e zhveshtorët, si duhet shuj, as pjesa ku rrinë artistët nuk është e përshtatshme, po janë improvizua, po. Po, të gjitha kanë qenë improvizim, mirë po, sikur se vitin e kaluar, mendoj unë, tash më mirë e dinë edhe organizatorët kyç të festivalit, mirë po, edhe këngëtarët mysafir kanë pas një gatishmëri të madhe, duke pas faktin që janë edicionet e para, po, dhe gjithçka po formsohet dal nga dal. Për shembull, fituesja Arsi Baku, fituesja edicionit të tretë ka qenë një jashtëzakonshme. Është nga Shqipëria kjo po? Po, një vokal të jashtëzakonshëm. Isha unë në backstage, edhe duke prit me nis festivali, ajo tha, a vi veç pak komeknu pak, atë pengoj? Thash po, pa tjetër, edhe ajo për nis për këna. A ushtron të aty? Çfarë zoni? Unë me ta kështë të këqyrë. Mos dhe billome. Po, rrë që të mos do të përdecu që këngëtarja, pra është, Simon, po I bie dy meshkuj kemi pas para prakisht, apo jo, dy fitues tash është e kemi një vajzë që e fiton festivalin, plus që nuk është nga Kosova, Simon është nga Shqipëria që I bie festivali është për te I Kosovës është mbar kombëtar apo jo, është gjithë shqiptar. Përveç Shqipërisë ka pas edhe vende të tjera, tash faktësisht nuk po kemi edhe nga diaspora kemi pas pasmarrje si vjet. Si ke pa atmosferën mandej, se kur janë këto festivalet që kanë karakter garues, atë gjithmonë ka fjalë dhe gjithmonë është çështje shieze edhe muzika, dikush e pëlqen këtë zhandër, dikush e pëlqen atë zhandër, po pak a shumë unë prej momenti që e kam dëgjuar këtë këngë kam pas ndjesinë shumë të mirë për këngën fituese. Ka ekzistuar kjo frym? Mendoj që po, kanë qenë sikur më thonë 2-3 këngë të cilat kanë qenë të përfoluna që kjo ose ajo. Edhe mes këngëtarëve, a? Po, edhe unë dje. Për shembull që kam bëni shumë përshtypje që kishin vendosur, nuk e kam fotografinë, mirë po në backstage, tash ishte një stres I madh, vetë këngëtar krejt së bashku duke e prit cili ka me unë gjitë skenë, cili është fituesi I X çmimit, edhe e kishin bëni letër the winner of the 3rd edition. Edhe mandej, në moment që fitoj Arsi, krejt, dhe me thonë, shkun edhe e vendosën emrin e saj, ata vetë, të të ishte një frymë mirë e bashkëpunimit. Adin, që ke e bon diferencën që pavarësisht garës ata janë bashkë dhe faktikisht të gjithë garojnë për të njëjtën gjë, po prap muzika I bashkon. Po, edhe në festivali që është festivali I këngës në RTK, më rëndësisht edhe pjesëmarrja, besa dhe nëse edhe Elvana tha një mundësi me u gjitë me një stil, me u prezentu para një publiku. Po, vitin e kaluar. Vitin e kaluar se vitoj, po edhim çfarë emri dhe çfarë popullaritet. E bëni një batut, Elshoj pak. Po ka plot këngëtarë ali që, si më thon, si kanë fituar asnjëherë çmimet e para, po që kanë qenë më të suksesshëm se ata që I kanë fituar ose kanë nga aty nëse karrierë. Po, ndoshta nganjëherë është e rëndësishme në festivalet të tilla edhe pëlqimi I publikut, sepse ka ajo kryesorja, po. Siç nuk e merr çmimin e parë, mirë po ka nga Exha. Çfarë thoni këngëtarët, po më intereson me dina për shkak këta që ishin, se ka disa që ndoshta rikthehen për herën e dytë, nuk e di, ka pas dikush për tretën. Po, që dytën po. Po, edhe të tjerë që janë për herë po, a thoni që ka me u kthy se po më pëlqen festivali, po më pëlqen energjia, edhe po duam me bëni këngë më të mirë me u kthy prapë. Me të vërtetë po. Madje po përveç këtyre këngëtarëve do të thotë që thonin e pohanin që do të vijnë prapë edhe vetë fakti që për shembull këngëtarët e edicionit të dytë vinin në edicionin e tretë ishte dëshmi që janë prit mirë. I ka pëlqyer organizimi dhe gjithçka tjetër, mirë po çka më ka bërë përshtypje është nuk po më kujtohet kush, mirë po e di që dikush ka kaluar në tapetin e Kuç, një këngëtar edhe tha jam pishman që nuk kam konkurruar si vjet. Po vitin tjetër nuk Denik Prizreni. Po tha vitin e ardhshëm gjithsesi unë kam qenë pjesë e festivalit. Edhe ishte një konfirmim I mirë pozitiv, sepse kur vjen nga muzikantët I bjen që ata e vlerësojnë. Edhe sidomos kur janë nga të tillë. Po nga emra të tillë që ne I njohim në skenën. Edhe kushdo që merr pjesë, merr një farë vulet që këngëtarit me një diapazon.
këngëtari festivali, në fakt, se si këngëtari është dashme qenë këngëtari festivali, sepse kjo dëshmon kapacitetin, zërin, talentin përgjithsi. Jo gjithkush e ka guximin me u prezentu live para një publiku. Edhe me gjithat orkestër, po pra. Sepse ishte interesante, kër e intervistova Tunën, tha që nuk më ka rënë rasti të interpretoj këngë në skenë të tillë, me një orkestër të tillë. Apo, gjithat karrierë e kotën, apo. Shehe sa i rëndësishëm është festivali i këngës, sepse jep mundësinë edhe dikujt që është i dëshmuar, ka emër tepër të madh, ja jep mundësinë që të performoj po. Edhe definitivisht. Ani edhe Tuna mund të marrë vitin e ardhshëm edhe që e ka një mundësi tjetër. Tunën e mbaj mend, nuk e dini Nota Fest, Tuna veç është këngëtare Po sigurisht, festivaleve. ja. Po, shumë vite më përpara. Diku 15. Ama s'është këndu live, në Nota Fest nuk është këndu live. Jo, ai festivali që është në Bajtën Shkupsh. Në Maqedoni, po. Nota Fest ka qenë. Okej, unë s'po e mbaj mend. Na vjetë. Thonë zemon me në akordet edicionin e 7. Edicionin e 7 akordet, va? Keqen aty. Që akordet nuk i mbaj mend, agro. Dikush po, në njëse. Medin, faleminderit shumë që erdhe. Shumë faleminderit. E shihemi pra. Faleminderit Edin që nuk përtove, sepse seriozisht keni qenë të angazhuara shumë edhe përkushtimi juaj ka ardhur në dritë, sepse ka pas shumë fjalë të bukura, shumë fjalë të mira për punën edhe të andën, edhe të Exonës, po edhe këtë stafit që është marrë rreth organizimit të festivalit. Nëse mundem që mos të harroj, mos të mbetem bërsh. Pjesën e prapaskenave dua të falenderoj Edon Gërbanin, kameramanin tonë, i cili në kohë reale ka xhiru me telefon në kushte të jashtëzakonshme siç i kemi në RTK, dhe gjithashtu edhe sektorin e mediave online, të cilët ka funksionuar gjithë zinxhiri, super mirë. Absolut, ka qenë domethënë si gjithmonë, sikurse 2 edicione para pra keni një bashkëpunim fantastik, kështu që faleminderit nga zemra edhe për të. Bravo, faleminderit shumë. Mirë,